Me qa meresh? Unë kam disa kafsh. Kemi qenë dhe në emigrim, bëm dhe një aksident atjen, 3 vjet, kam dhe një ushtërirë, më vishte dhe më lante gruaja vetë. Dhe gruaja nuk mori as një lek, as ndihmën ekonomike vetë që gruaja ish pa tokë dhe 2 fëmijë pa tokë. Dhe sa i përket e ndihmës ekonomike, unë do të flas çik gjatë se kam shumë për të folur për këtë të shërbimit social. Kur vajza ishte në universitet dhe djali ishte në shkollë profesionale, as që morëm as një qëndark. U paraqitëm 2 herë atje, na skualifikuan nga ndihma ekonomike sepse nuk u paraqitëm. Dhe na vjen, kam edhe këtu shkresën e bashkisë, Po? vetë përgjigjen skualifikohem se su paraqitet për aplikim. Aty. Pra, pa ndihmë ekonomike. Pa ndihmë ekonomike, 3 vjet që qe vajza në universitet dhe qe djali në Tiranë te instituti profesional, që të kesh dhe 2 në shkollë dhe kryeministri i thot këta të kenë prioritet që për arsimin, ne s'morëm as ndihmën ekonomike vetë. Me qartë. Me kuptoj. Kur nuk i ke, kam vajtur te drejtori, te kryetari i bashkisë, ish kryetari, i kam shkruar disa herë. Asnjë gjë nuk u bë. Dhe një herë në telefon më tha, është anulluar vendimi dhe të vesh të aplikosh. Të vesh të zyra juridike falas, më tha, ti pësh atje. I jap edhe mesazhin ose atje. Asa ajo nuk i bëri, po më ktheu një përgjigje që zoti Ismet Bejko është në ndihmë ekonomike, por ky nuk bashkëpunon me shërbimin social që ta përfitojnë ndihmën ekonomike. Kjo më erdhi përgjigja nga zyra juridike, sepse isha unë fajtori. Dhe jo kjo,